Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Vllazërit të nderuar, siç e dini jemi në 10 ditët e Dhulhijhes. E po është arsyeshme që më fol për këto ditë me lenin Allahut subhanahu wa taala, edhe me ju porësit për devotshmëri apo për takvallëk, që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, pajisuni me gjëra që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se pajisja më e mirë është devotshmëria, është takvallëku. E sidomos në këto 10 ditë të bekuara ku Allah i ka përmend në Kur'an, edhe është betu në këto ditë. Sheikh Uthemini rahimullahu taala thot shumica muslimanëve tregon neglizhent në këto ditë. Më thonë, shumica mirën me Ramazanin, me 10 ditën e fundit Ramazanit, mirë po ku të vjen këto ditë tregon shumë neglizhent. Nuk e din apo dhe shumë, nëse ku xhallar të flasin, po nuk është e përhapur te musliman që duhet me bëj shumë vepra të mira në këto ditë. Allahu i ka përmend në Kur'an edhe u ka betu në surën Fajr. Pastaj thot ndërveçoritë, o ju besimtarët, jemi duke jetuar në disa ditë të vlefshme në kohën më të mirë për të bërë punë të mira. Në këto 10 ditët e Dhulhijhes është edhe çka, është edhe haxhi, është edhe Arafati. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka agjëruar këto ditë. I ka shtu veprat e mira. Na që jemi në hax, solidarizohemi me ata që janë në hax. Nëse ata bëjnë ibadet, bëjmë edhe na ibadet. Nëse ata bëjnë ibadet në ditën e Arafatit, ku zbret Xhibrili alayhis salam, edhe na këtu bëjmë dua. Një prej suneteve të pejgamberit alayhis salam është që pejgamberi sa prej drekës deri në akşam ka bëu dua në kom vllazni, me sahata të tëra. Ka bëu në kom dua Muhamedi alayhis salam, sepse atë ditë zgjidhet çdo gjë. Është caktimi i Allahut subhanahu wa taala kur ti bën dua dhe nuk të kthehet bosh duart tuaja nuk të kthehen bosh me lenin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall thot: "Wal fajr", e dini, betohem në muzgun e agimit dhe për 10 netët. Wa layalin ashr. Do më thonë në 10 netët. Ibn Abbasi thot që të 10 netët janë për 10 ditët e Dhulhijhes. Ka mirësi më të madhe Allah po t'i përmend në Kur'an, përveç Ramazanit që të ka përmend atje, në ajete tjera të surës Bekare, po ta përmend edhe këto 10 ditët e Dhulhijhes. Pastaj ndërveçoritë kryesore të këtyre ditëve është se këto ditë janë të mira për të bërë vepra, sepse shtohen veprat apo shpërblimet në këto ditë të bekuara. Shikoni çfarë hadithi pejgamberit alayhis salam në Sahihun e Buhariut nga Ibn Abbasi se pejgamberi sallallahu ka thënë: "Në asnjë ditë tjetër, shikoni, në asnjë ditë tjetër, veprat nuk janë të dashura tek Allahu se sa ato vepra që bëhen gjatë këtyre ditëve." Asnjë ditë thot. Asnjë ditë, sadakaja, namazi, agjërimi, ndihmesa, gjitha këto gjëra. Ata i thanë: "O i dërguari i Allahut, as xhihadin rrugt Allahut, se xhihadi është kulminacioni i Islamit, apo kulmi i Islamit është lufta në rrugt Allahut azza wa jall." Tha: "As xhihadin rrugt Allahut." Përpos tha, nëse shkon me pasuni edhe me vet, domethënë këtë shpirti, këtë trupi i tij nuk i kthehet mbrapsht, atëherë tha që kjo ja ka lënë këtyre veprave. Para me na subhanallah. Me shku me luftu për hir të Allahut azza wa jall, me ditë të tëra, edhe mu kthy, edhe mos me marrë shpërblimin sa këto ditë të bekuara. Përpos nëse vdesish gjatë luftës në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Ndërveçoritë e këtyre ditëve është se gjatë këtyre ditëve grumbullohen të gjitha ibadetet dhe ndërveçoritë kryesore është edhe haxhi vllazni. Dhe pejgamberi sallallahu ka thonë: Allahu azza wa jall kujt ja pranon haxhin nuk kthehet ndryshe përveç se duke u kthyer i pastër sikur që i ka lind nona vet, dhe nuk ka shpërblim tjetër për haxhiun, për atë që ka bëu haxhillëk të pranuar, përveç se xhennetit. Përveç kësaj botën tjetër që e fiton, po ashtu haxhi dhe umret, sidomos umret e shpeshta, e shtojnë pasunin. Një prej
sebepeve të shtimit pasurisë është haxhi dhe umra. Allah subhanahu wa taala, nëse dikush prej jush apo prej vllaznive përgjithësi i ka parat me shku në haxh, mos neglizhon vllazni. Sepse na më herët pedinin në Turqi kur thëshin para disa vjetëve, thëshin mas 5 vjetë ka me marrë rrodha me shku në haxh. Mas 5 vjetë. Që dinamike. Na me zore mushim numrin. Se 1% është për popullatën. Autoritetet saudite e kanë për këtë shtetet 1%. Si vjetë, 1600 do me thonë me pas na, me thonë rezident që jemi, e Miftinia, do me thonë e Bashkisë Islame, ka kërku edhe 100 vetë për autoriteteve saudite, për me bo 1700. Se është tu numri. Edhe po vinë edhe prej jashtit, ata që janë me në shtetësi kosovare, apo dhe po në bëjnë të lashin neve këtë masej. Sot për sot me bo me shku, me kërku, me hinë në rend, 2027 veç ka ecë. Tek 2028. Tek 2028 ki vend ndo këtë derë të gjysma është mbush numri. Më thënë, çdo ditë është të u bo, të u vështërsu. Andaj parët e para që i keni, shkoni edhe regjistroni edhe kryeni haxhin me lenin Allahut subhanahu wa taala, sa shtyll e Islamit. Punë tek kësaj dynjos nuk nalën vllazni. Nuk nalën, jo ka me martu djalin, jo ka me bo shtëpinë, jo ka me qenë një bunar, jo ka me bo këto, jo ka me bo ato, nuk nalën punët e dynjos. Ti shkam shkëmendja të bunaris. Pastaj thot ndërveçorit, siç tham, është kryerja e haxhit, pra në këto ditë i bie ditët që janë ditët e tervjes. Lebejk Allahumma lebejk. Apëton të përgjigjem ty o Zot. Më thonë ti, kur del aty i lodhur, i strëngarkuar, i pluhurosur, apo i djersitur, me krejt vllaznit e tu, me krejt umetin e Muhamedit a.s. krejt njësoj para Allahut subhanahu wa taala, do të dalim aty. Dhe kjo është një shembullim se çysh do të dalim para Allahut në ditën e gjykimit. Të pa bërë synet, pa tesha. Edhe aty i kemi veç dy pjesë të trupit, do më thonë 2 pjesë të rrobave që i veshin. Gjatë këtyre ditëve po ashtu është edhe dita thirrjes së kurbanit, dhe thot pejgamberi sa dita më madhështore tek Allah është dita e thirrjes së kurbanit. Këto janë disa nga veçoritë e këtyre ditëve të vlefshme, por çfarë jemi duke punuar gjatë këtyre ditëve? Veç secili prej nesh le ta pyet vetveten. Qa ku mboni gjatë këtyre ditëve? A e dini që Ebu Bekri radiallahu anhu një ditë, kur ka shku namazën e sabahut, vllazni, namazën e sabahut ka shku. Edhe pejgamberi alayhis salam po i përmend veprat e mira. Po i përmend namazën e natës, po e përmend, ku e diune, një sakrificë caktuar, po e përmend me vizitu një të smur. Gjitha po e përmend agjërimin nafile. A di kush i ka bo? Krejt i ka bo Ebu Bekri radiallahu anhu. Për atë arsye problem ka qenë mja te i kalu Ebu Bekrit. Dini rastin e sadakas. Ebu Bekri, Omeri radiallahu anhu ka dhënë gjysmën e pasurisë, Ebu Bekri e ka dhënë krejt pasaj, thot, me ty sul shtyna, mo, krypuna. Kjo nuk do me thonë që ti me dhënë këtë pasunin. Sepse pejgamberi sa ka thonë, ma mirë është mi alon trashëgimtarit. Psa pëdo një trashëgimtarit me lon keqa? Se ti e jep këtë pasunin, po trashëgimtari jetë keq, me që me zgat dorëna. Po do me thonë, para me në qëfar imani ka pas Ebu Bekri radiallahu anhu, sa që kanë thonë për imanin e Ebu Bekrit, ka qenë qatë gjendje, imani ti, që ka besu gjennetin hak, edhe që nuk ka pas as një dalim mes mos parjes gjennetit, edhe sikur me pa gjennetit që është në gjennet. A pe kuptoni logjikën? Nuk ju ka rrit imani, apo më ju zvoglu këto e këtu më ju rrit. A që ka pas njësa imanin. A pe kuptoni? Se dallon çështja kur ti e imagjinon një gjë edhe kur ta sheh. Këtu kur ta sheh, imani rritet më shumë. Ndërsa tek Ebu Bekri ka qenë njësoj. Aq ka qenë i bindshëm në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Robert Allahut është tradit se tregtarët e kësaj bote çka bëjnë vllazni, shkojnë i gjejnë ato sezonat edhe e presin me mishe me shpirt që ato sezona për me fitu. Apo? Për shembull, haramgjit i këshyrin sezonat e dorsmave. Ku ka dorsma ma shumë? Virës. Apo?
e presin verën. Ndërsa persona tjerë të cilat mirën me halal e presin kurbanin apo punën e kurbaneve. Edhe kam përfitim kësaj dynjos. E tjetri. Ti, pse s'po e pret këtë sezon me misha dhe me shpirt, me e bo ibadet Allah subhanahu wa taala gjatë këtyre ditëve dhe bekume. Pastaj thot imani dopti një personi dhe mëkatet e tij të grumbulluara e privojnë thot nga këto gjëra, nga ibadetet. Dhe thot Allahu subhanahu dhe të përmendin emrin e Allahut në ditë të caktuara. Ibn Abbasi thot janë 10 ditët e para të Dhulhijhes. 2 ajete. Ajeti i parë Suratul Fajr, ajeti i dytë Suratul Hajj, po përmenden këto 10 ditë të bekuara. Prandaj duhet të kujdesemi për këto kohë të vlefshme, duke përmendur Allahun subhanahu wa taala dhe thot Allahu subhanahu wa taala gjëja më e dashur me të cilën më afrohet robi im janë farzat. Thot Allahu subhanahu gjëja më e dashur me të cilën më afron robi im janë farzat. Ku po thot Allahu subhanahu në Kur'an? Hadith Qudsi. Thash Allah po thot, po hadithi Qudsi thuhet Allah po thot. Nuk e gjeni këto në Kur'an, se fjalë të Allahut, po në hadithin Qudsi dhe i mençur është robi Allahut i cili i bën llogari vetvetes thot dhe punon për jetën pas vdekjes. Bën llogarit. Apo e merr dhe e mbjell farën për ta hequr apo për ta kurrur pastaj. Dhe pastaj thot disa prej thënjeve të 10 ditëve të Dhulhijhes, kur hynën 10 ditët e muajit Dhulhijhe, Imam Sejid ibn Gjuberi thot përpiqej aq shumë sa që raskapitej. Bile thoshte mos i fikni llambat gjatë 10 ditëve gjatë këtyre ditëve. Mos i fikni llambat. Natën e bënte ibadet Allahun subhanahu wa taala. Hafidh ibn Hajir rahimahullahu taala thot shkaku pse janë dalluar 10 ditët e muajit Dhulhijhe është në to mblidhen gjitha adhurimet siç tham, haxhi, namazi, agjërimi, duat, lutjet, gjitha këto gjëra mblidhen te këto 10 ditë dhe Sheikh Uthaymin rahimahullahu taala thot është çudi që shumica e njerëzve tregojnë neglizhent këto ditë. Dhe thot në to 10 ditë ata përpiqen fort kryen ibadete gjatë fundit të Ramazanit, gjatë 10 ditëve të Ramazanit me namazin e natës, këtë dim apo, ndërsa nuk miren dhe nuk bëjnë ibadet gjatë këtyre 10 ditëve të bekuara të Dhulhijhes, ndërsa Sheikhul Islam Ibn Taymi ka thonë 10 ditët e Dhulhijhes janë më të mira se 10 ditët e fundit Ramazanit. Po 10 netët e Ramazanit janë më të vlefshme se sa 10 netët e Dhulhijhes. Mirë, po prap 10 ditët janë të vlefshme se sa të Ramazanit. Aq i ka dhënë rëndësi dhe pejgamberi sa ka thënë nuk ka ditë në të cilën veprat më të mira, vepra më e mirë është më e vlefshme se sa në 10 ditët e Dhulhijhes. Po ashtu Ibn Qayyim i thot i dërguar Allahu sa i shpeshtonte lutjet gjatë këtyre ditëve. Imam Ibn Rejepi rahimahullahu taala thot adhurimet vullnetare, nafile, gjatë këtyre ditëve që i bën robi Allahut subhanahu wa taala janë më të vlefshme se ato që kryen gjatë 10 netëve të fundit Ramazanit. Qëra? Ky po thot edhe më ndryshe. Më thon Imam Ibn Rejepi, janë më të vlefshme se sa në 10 netë në fundit Ramazanit. Subhanallah. Më thon ato janë të vlefshme, subhanallah. Shumica janë neglizhante, dini vëllazëri, në këto ditë. Pastaj thot, pse? Shtot pyetja. Sepse në Ramazan je agjërushëm. Shejtanin e ki më larg. Ndërsa këto ditë këto, në qysh agjëron sa agjëron, anë e këne nuk e ki, se nuk e ki farz. Ndërsa në Ramazan e ki farz. Dhe Allah azza wa jall ty të ndihmon sepse çfarë shejtan ti prangos. Dhe kur ti prangos shejtan, e ki më lehtë me bëj ibadet. E këtu neve s'po na lën shejtani me bëj ibadet. Edhe imani i dopt. Dhe thot Imam Ibn Rejepi, po ashtu thot shpërblimi për adhurimet e obligueshme gjatë këtyre ditëve më tepër se sa muajt e tjerë janë dhe shfrytëzojeni thot Imam Rejepi rastin gjatë këtyre ditëve madhështore sepse thot ato s'mund të zëvendësohen kurrë janë gjëra të vlefshme, dhe më thonë që Allah subhanahu wa taala i ngrit. I dërguar Allah sa ka thënë, ditët më të vlefshme të kësaj bote janë 10 ditët e Dhulhijhes dhe thot me një hadith tjetër që është keq kuptuar. Jo është keq kuptuar, po i marrin disa hadithe tjera në mëdhëbin Hanefi që
thonë që lejohet me i shkurtu, dhe më thonë, thojt, lejohet me ek nga lëkura, apo nga qimet, sepse me thebi jonë Hanefi thot kështu. E ku bëllosh këtë hadith, vëllai? Thot pejgamberi alayhis salam, kush do thot kur të hyn thot 10 ditët e muajit Dhul-Hijja dhe ndonjëri prej jush. Shiko, kur hin këto 10 ditët e Dhul-Hijjes dhe kur ndonjëri prej jush thot dëshiron të thirr kurban, atëherë le të mos merr asgjë nga qimet, nga thonjet edhe nga lëkura. Ku më nëmë të hadith, Allah? Qa mi bo këti hadithi? Jo po njëm me thebin Hanefi. Allah, është Ebu Hanifja dhe është pejgamberi alayhis salam. Ebu Hanifja po të thot, edhe pse se thot Ebu Hanifja, po flasim sikur ta dinte këtë gjë, ose mos ta komenton të ndryshe, po themi kushtimisht, Ebu Hanifja po thot, s'kini problem ju, apo muni me i shkurtu, thot, Rasuli alayhis salam po thot, mos i shkurto. Kone ngon Allah, kone ngon. Idha sahah al-hadith fa huwa madhhabi, ka thonë Ebu Hanifja. Hadithi nëse është i saktë, ajo është madhhabi jam. Mos shkruani çdo sen çka unë e them. Ju ka thonë shokëve të vet, nxënësave të vet. Sepse unë sot e shkruaj diçka, nesër e ndryshoj, e fshi. Sepse është njeri, ka bën. Hadithi po thot, kushdo prej jush, ndonjëri prej jush, që ka bën një jetë me e prej, atëherë thot mos ti merr nga trupi i tij çfarë? Mos ti shkurtoj thonjet, qimet dhe lëkurën. Mirë, po komenti, a di çush është i një pjesë të Hanefive? Komenti është që kjo kuptohet si lloj ata janë të bëj ibadete edhe ti po bën ibadet. Mirë po, ata për shembull gjatë haxhit a hin në ihram? Po. Gjatë ihramit, a bëjnë marrëdhënie intime me gruan? Jo. E përdesa nuk bëjnë marrëdhënie intime, a do të thotë që edhe ti nuk bën marrëdhënie intime? Atëherë thonë që kjo ka të bëjë me ata, jo me neve. Realisht jo, këtu thotë kushdo prej jush. Kjo është kushdo për të gjithë. Nuk ka të bëjë vetëm për ata që janë në haxh. Dhikri gjatë ditëve të Dhul-Hijjes, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Këto dhikre vllazni, është një fetva i Sheikh Albanit. Disa kanë thonë ka dhikre të përgjithshme gjatë këtyre 10 ditëve, disa kanë thonë dhe ka dhikr specifik. Dhikri i përgjithshëm është çështu veç me dal në përsheshje, në për rrugë, kudo që shkon duhet me thonë këtë dhikr, këto tekbire, dhe dhikri specifik është që thuhet çfarë? Që thuhet mas namazit, apo? Sheikh Albani thotë ky ndarje nuk ka argument. Ky ndarje nuk ka argument. Përkundrazi, nëse thu që ka argument, mas çdo namazi me e thonë, dhe një xhamia që e bojnë, apo? Kjo është bidat. S'ka specifike. Kush e ka thonë? Nuk e ka thonë Muhamedi alayhis salam. Po ka, Ibn Taymija e thotë, që mas çdo namazi. Po Ibn Taymija a përmendim na çdo herë? Po e themi ke gabuar, do të kaç. Shumë lehtë kemi na. Na nuk e kemi atë fanatizmin kur thot ka gabuar Sheikhul Islam Ibn Taymija, më thon, "Çush ka gabuar Sheikhul Islam Ibn Taymija?" Ka bëj ijtihad, ka gabuar ky puna. Sheikh Albani thot, bjerë argumentin nëse thu që duhet mas çdo namazi. Si ti po i cakton kohë, apo? Që ky caktimi mas namazit kërkon argument. Argument s'ka. Përdesa s'ka argument, mirën tekbiret gjatë këtyre 10 ditëve me e bë tekbiret të përgjithshme dhe nuk bëhen si kor. Apo ton si kor që i bëjmë tek ne. Anas ibn Malik Bila Mejmun ibn Mihran rahimahullahu taala tregon, thot I kam takuar njerëzit sahabët se si thërritnin aq shumë tekbire sa që zërat e tyre thot u ngjasonin valve të detit, piskatëshin në për rrugë. Më thon me tekbire. Tankon gjatë tyre 10 ditëve. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu thot, përpara thuaj se cila ditë e 10 të parë të Dhul-Hijjes vlen sa 1000 ditë. Para mëna, se cila ditë e 10 ditëshit të parë të Dhul-Hijjes vlen sa 1000 ditë, ndërsa dita e Arafatit vlen sa 10000 ditë. 10000 ditë sa një dita e Arafatit. Pa ditë zbret me laçe Xhibrili. Ditë zbret Allah subhanahu wa taala. Dhe ti tërkon duke bë dua, a ditë zgjidhet kaderi jetës tonde. Më thon,
Për atë arsye është një ditë shumë e vlefshme. Ibn Qayyim i thot, i dërguari Allahu sallallahu i shpeshtonte lutjet gjatë 10 ditëve të Dhulhijhes dhe urdhronte që të shpeshtojë tehlili, la ilaha illallah, tekbiri dhe tahmidi, alhamdulillah. Po ashtu nga Abdullah ibn Amr, transmetohet nga Abdullah ibn Amr realisht, të ketë thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, lutja më e mirë në ditën e Arafatit është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kjo është duaja më e mirë që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëhet gjatë ditës së Arafatit, dhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shpresoj tek Allahu që agjërimi i ditës së Arafatit të shlyejë mëkatet e vitit kaluar dhe vitit pas. Domethënë për 2 vjet i ki mëkatet e falura. A i ki të falura vetëm të voglat, a edhe të voglat edhe të mëdhajat? Çfarë po thoni? Ha? Cili argumenti është voglat? Ha? Cili argumenti për të mëdhaja që duhet pendim e për të voglat që s'duhet pendim? Pejgamberi sallallahu ka thonë në hadith, thot, kushdo që e kryen haxhin, kthehet i pastër, sikur e lind nona vet. Ky ai ka mëkatet e falura dhe të mëdhaja dhe të vogla? Po tamam, po e them edhe këtë hadith. Për shembull, hadithi i domethënë në këtë formë, që ato 2 vjet që ke bë gjuna, nuk po them përpara, që ato 2 vjet, të mëdhaja dhe të vogla, a falen veç të voglat a edhe të mëdhajat? Ha? Këtu po thotë këtë falen. Mendimi yt është i bazuar te një pjesë e ulemave thotë që falen krejt. Se këtu s'po potencon mëkatet e vogla të falen nëse i largosh mëkateve të mëdha. Një prej tyre ka mendimin Sheikh Albani, i cili thotë, këto hadithe që vijnë, thotë këtë i fshin. Shumica e dim, na e kemi mësuar dhe për xhallarëve dhe asi, thotë që mëkatet e vogla falen, apo për mëkatet e mëdha duhet të mëkon rregulla specifike që janë ato 3 apo pikat, 3 kushtet që janë, apo Sheikh Albani thotë fshin krejt. Se hadithi po thotë shpresoj tek Allah që agjërimi ditë të shlyejë mëkatet e vitit para saj dhe vitit pas saj. Apo thot mëkatet e vogla? Apo thot mëkatet e mëdha? Jo. Mëkatet po thot. Sheikh Albani ka mendimin që krejt mëkatet fshihen. Pastaj Imam Ibn Rejepi përmend se lirimi nga zjarmi i xhenem ditën e Arafatit përfshin të gjithë muslimanët. Mos të keq kuptohet që ka pjesë ulemave, shumica thënë që mëkatet e vogla. Më thonë, po thjesht si mendim e ceka. Pejgamberi sallallahu ka thënë, nuk ka ditë në të cilën Allah i liron më shumë robërit e tij nga zjarmi i xhenemit se sa në ditën e Arafatit. Liron nga zjarri i xhenemit në ditën e Arafatit dhe thot ai zbret në qiellin e dynjos, pastaj mburret para melajkeve Allah subhanahu wa taala dhe thot çfarë dëshirojnë këta. Që mos është tamam. Sa minuta? 7. Imam Abdullah ibn Mubareki rahimahullahu taala tregon, shkova tek Imam Sufjan al-Thauri rahimahullahu taala në pas ditën e Arafatit dhe e gjeta të gjunjëzuar. Dhe thot, ndërkohë që syt i rridhnin lot. Thot, ai u kthye drejt meje edhe unë i thash, a e di se kush është njeriu i humbur sot? Ai tha, njeriu i cili mendon se Allah nuk e fal. Njeriu më i humbur është i cili mendon që ditën e Arafatit ty Allah s'ka me të fal. Çdo musliman Allah azza wa jall nëse pendohet sinqerisht në ditën e Arafatit, Allah azza wa jall e fal. E një prej ibadeteve që e bëjmë në ditën e Arafatit këtu që si jemi në atë, cili është agjërimi. Para mënati të agjërimi, këtu i ki sa çështje i ki. Mas pari ti kur ja agjërushëm, agjërusit nuk i kthehet duaja, apo? E dyta, do më thonë një kusht e plotësove. E dyta, dita e Arafatit. Edhe në Arafat, ditën e Arafatit, zbret Allah azza wa jalla, apo? Edhe këtu, duaja të pranohet. Andaj ti i ke bo dy kushte të fuqishme për me ta pranu Allah azza wa jalla duan.
Edhe një prej sebeve tjetër është edhe ngritja duarve. Thot pejgamberi sa i vjen turp Allahut azza wa xal, një robi që i ngrit duart për m'ia kthy bosh duart e tij. Më thon, agjëroni edhe plus boni dua gjatë ditës së Arafatit. Imam Ibn Uthejmini rahimahullahu taala thot në ditën e Arafatit është mirë që njeriu të zgjedh lutjet e përcjell nga pejgamberi sa dhe shpesh ai thoshte o Zoti ynë, na jep të mirën këtë botë dhe në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit, ndërsa prej dhikrit fjalës së tij është lutja më e mirë në ditën e Arafatit thamë është la ilaha illallah wahdahu la sharika lah deri në fund të hadithit. Imam Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu taala thoshte nëse mundesh të vetmohesh gjatë mbrëmjes së Arafatit, atëherë bëje. Vetmoje me një dhomë ku je vet edhe bën dua me orë të tëra. Bën dua sidomos në pjesën e paraardhjes, në pjesën e perëndimit diellit, para se me perëndu dielli, pasi që ndis deri në akşam, mundohu që ato orë me bë dua, sepse është ku të pranohen duat me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund e kemi pak për kurbanin. Allah subhanahu wa taala ja mundsoft secilit musliman që ka mundësi me bë kurban. Edhe ata që s'kan mundësi, nëse kanë mundësi me marr borxhe, me kthy borxhe nuk ka të keqe. Ata mund me marr borxh edhe me prej kurban, nëse borxhliu, apo thon, nëse nuk ka dikon tjetër borxh, edhe e pret borxhliu, apo thon, atëherë lejohet dhe nuk ka problem në këtë. Sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë kushdo që ka mundësi është fjala dhe nuk e pret kurbanin, mos t'i afrohet faltoreve tona për namazin e Bajramit. Mos t'afrohet te faltoret tona pa e prej kurbanin. Më thonë, sakrifica është në rëndësi, pastaj te puna ndarjes, nuk është sikur tek ne që e kanë përhap 3 pjesë do të më da. Një pjesë për shtëpi, një pjesë për doslart, akraballëk, edhe një pjesë të varë. Jo, sa dush, mush ketë me bajt për veti. Mush ketë me shkep. Ketë me shkep. Për shembull, a i japin bashkësi islame? A marrin për bashkësi islame? Veç i japin parë dhe kërpuna. Dikush me një organizatë caktuar në Afrikë që pëlqen. A i merr si merr i shkepin krejt. Po edhe këtu ki nevojë, merr gjysmën e më shumë. Po sa t'japish, më shumë për ty është. Ka me një hadith Aisha radhiyallahu anha pedine që i ka thonë Resulit alayhis salam ja Resulullah, thot 2 i shkepa. Thot çato 2 pjesë janë tuat. Se kimi gjetë në botën tjetër me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Në pikë tjetër, a lejohet që pagesa kasapit të bëhet me ndonjë pjesë nga kurbani? Jo. Për shembull, po e zom, prerja e kurbanit është 20 euro, nuk e di si vjet sa është, po e thon. Një dele me prej 20 euro. Thot çe po të jap 10 euro edhe lëkurën po të jap. Nuk lejohet. Nuk lejohet trup çështja e kurbanit trup. Alhamdulillah tash i mbledhin me sa di, po i mbledhin çdo vjet i mbledhin, Bashkia Islame i mbledh ato lëkurat, edhe me një vend caktuar i çon edhe i shfrytëzon për hajër, apo për hajër nëse ti përveç nëse ka nevojë dikush me shfrytëzu për hajër lëkurën, apo ja çon edhe nuk ka asnjë problem. Kushtet për vlefshmërinë e kurbanit tjetë prej bagative, deve, lop apo dhen. Thot të ketë arritur moshën e kërkuar sipas fesë. Mosha është shumë e rëndësi. Apo nëse është mosha poshtë asaj që e ka caktuar Resulullah alayhis salam, nuk pranohet. Thot delja 6 muaj e më tepër. Delja 6 muaj e më tepër. Thot dhia 1 vjet e më tepër. Lopa 2 vjet e më tepër dhe çfarë? Devja 5 vjet e më tepër. Te devja dhe lopa munden me kontribu apo mund mbledh 7 vjet. Maksimumi është 7 vjet. A mundet dikush vllazni një lop me bë kurban vetëm? Po, e bën, s'ka problem. Na po themi maksimumi, limiti, kufini është 7 vjet. Mundën 6, mundën 5, s'u lidhen më shumë se 5, po që 3, s'ka asnjë problem. I ndajnë në proporcion me lopën sa kilogram i marrin. Pastaj thot mos ketë të meta, të cilat pengojnë që kafshat jetë e vlefshme si kurban, verbri e qartë. Domethënë tamam ka verbri të qartë, kafsha nuk lejohet me bë kurban. Smundja e qartë është vrehet që është smundja e qartë. Çalimi i qartë, çalon, apo dhe dopsia e cila e bën kafshën të humb kontrollin mendor, si i hupt. Apo thon edhe kjo nuk lejohet me bë kurban këta. Rregullat e prerjes së kurbanit.
Ta thirr, nëse njeriu dëshiron të thirr kurban, atëherë kërkohen disa gjëra. Mos ta merr thikën para kurbanit, subhanallahu, dhe me mprej. Ose motrën e saj, delën tjetër, në prezencë të saj tjetrës me e prej, se e nin, e vren, apo kupton? Nuk lejohet kështu, sepse pejgamberi sa sot i thot personit që e bën këto, thot 2 herë thot po do më vro. 2 herë po do më mbyt, thot apo kupton? Një herë duke e pa dhe tjetrën duke e vetveten duke e prer. Kur të therrni kafshën, therrni në mënyrën më të mirë, thot pejgamberi sa sam, mpriheni thikën dhe qetësojeni kafshën që do ta therrni. Qetësojeni, merre dorën edhe limoje me një aspekt. Qetësoje. Pastaj thot të mos e mprih thikën para syve të kafshës, siç tham. Nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma përcillet se një njeri e shtriu për tokë një dele dhe filloi ta mprihte para syve të delës. Atëherë pejgamberi sa sam tha, mirë për ty, mos dëshiron me mbyt 2 herë, thot përse nuk e mpreje thikën para se ta shtrinje, para se ta qet për tokë, mpreje dikon larg që mos ta vren. Po ashtu nuk duhet ta therr para syve të kafshës tjetër, sepse dhe ajo frigohet kur e sheh motrën e saj. I dërguari Allahu sa sam thot, kush e shet lëkurën e kurbanit, për të s'ka kurban. Kushdo që e shet lëkurën e kurbanit, nuk ka kurban. Nuk i pranohet tek Allahu subhanahu wa taala. Përcillet se kur shokët e pejgamberit alayhis salam takoheshin në ditën e Bajramit, thot çfarë thonin? Allahu na pranoft, tekabal Allah minna wa minkum, Allahu na pranoft neve dhe juve. Këto janë fjalë të sahabive, vllazë, nuk kemi transmetim nga Resuli alayhis salam që ja ka uru dikujt Bajramin. Po, sikur të na çështë me fat Bajrami, apo e diunë, mirë po ulemaj nuk e kanë ndalu. Nuk e kanë ndalu, e Imam Ahmeti thot, unë thot nuk ja uroj i pari, po kushdo që ma uron, unë ja kthej urimin. Unë nuk ja uroj i pari, po kushdo që ma uron, normalisht du të më ja kthy urimin. Dhe thot i dërguari Allahu sa sam thot, ditët e Teshrikut, Bajramit janë ditët e ngrënjes, pirjes dhe të përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Sahih al-Jami 2689. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft. Nëse keni ndonjë pyetje, do të mundohem ju përgjigj insha Allahu taala.